Interesant, pikant, Myrta, ky kampionat një ndërto që më dërgove dhe ishte shumë interesant, ishte ai thyrja e rekordit nga 66-a për mos prekjen e topit për 30 minuta. Ishte Orea Zabad, sulmosi i Real Sociedadit, si din e ka Benjamin vetë de la Fuente, 30 minuta, paktën ata që merren me statistika, 30 minuta nuk ka rënë fare në kontakt me topin, dhe kishin gjetë një rast të përbashkët me Orea Zabadin e sillen nga Kupa e Botës 1966, kur fitoi Anglia që organizu në Angli. Ishte për të vënë duart në kokë, sepse ky është i futbollistit i cili i ka dhënë edhe trofeun Spanjës në Europianin e fundit. Por që ishte një detaj i jashtëzakonshëm, po detaj ka patur pafund Glodi, po edhe sot mediat për te Adriatikut kishin nxjerrë Thomas Tuchel pas ndeshjes me Anglin, kishte thënë do t'i drejtohem FIFA-s zyrtarisht që ju lutem largoni fotoreporterët, pasi kur këndonin, ekzekutoshin himnin, thot nuk shikoja ekipin tim nga që ma kishin zënë fotoreporterët. Çfarë interesi? Imagjino pra se deri ku shkon ajo. Pastaj Infantino te kampi iranian, deklarata për dorëzuar Trump trofeon, dhe këtu më di një pyetje, Klodi. Po nëse fiton Irani Kupën e Botës, do ja dorëzoj presidenti Trump? Kjo thjesht për batutë. Po, e dakord. Por që edhe ata... Probabiliteti është, ekziston, matematika, deri tani. Pastaj edhe ato lotët e Mesit pas ndeshjes, askush nuk arriti ta kuptoj qartë se cila ishte arsyeja, por një gazetar argjentina zbuloi që Messi, pas ka patur i problem shëndetësor i jati, pas ka qenë gjendje kritike, i problem kritik për te, urojmë që të bëhet më mirë. Pa harruar fakti që edhe vetë Messi që kur luante në Barcelona ka patur shqetësime në stomak dhe mendoi se diçka e tillë ose diçka e parafort me të mund të kishte ndodhur. Megjithatë ata zbuluan, Messi shënoi një triplet, duke arritur pra Miroslav Klose me 16 gola në botëror. Tashmë pas tyre ngelet Ronaldo, po ai fenomeni i Brazilit, dhe Kylian Mbappé që është 7 vjeç dhe me 14 gola besoj se do të bëjë përpara. Me që si përmend Myrta këto futbollistët dhe golat, Sara, duke që do jetë edhe në nivel personal ky kampionat, pra me Harry Kane, me Mbappé, me lojtarin e Zvicrës që ka shtuar 2 gola sot, Mamzambi, e po ashtu Mbappé, Messi 3 gola, pra do ketë edhe një luftë mes kësaj, se ka dhe shumë çmime dhe trofe individual. Alandi po. Që do luhet edhe në këtë frontin personal, sepse sidomos për Mbappén dhe për mboshën e Mbappés që kanë akoma shumë rrugë përpara, do tentojnë që të rëmbejnë edhe trofeun e golashënuesit të këtij botërori. Mbappé, Kane, Messi, besoj këta janë 3 favoritët, pastaj luhet dhe për lojtarin e botërorit, për tjerin më të mirë, do ketë disa... Do ketë shpërndarje, besoj që do ketë shpërndarje, nëse golashënuesi më i mirë do tjetë nga X kombëtare, portieri do dal nga një kombëtare tjetër. Megjithatë për trofeun të jepitur që kthehet në Europë.